I lindur e i rritur në Kosovë, Radomir Dimiq s'mund të qëndronte sy mbyllur karshi dhunës së regjimit të Slobodan Miloševićit ndaj shqiptarëve. Nuk heshti për krimet e kryera gjatë luftës e as për politikën serbe të pas luftës së fundit në Kosovë. Shkrimet e tij të publikuara për 20 vjet në mediat e Kosovës janë përmbledhur në librin Një kosovar si Radomiri, botim i organizatës Integra me mbështetje të Ministrisë së Kulturës. Libri përmbledh pikpamjet e gazetarit e mbi të gjitha njeriu të lirë Dimiq. Në harkun prej 20 vjetëve, 2005-2025, Dimiq kërkoi falje për krimet serbe, bëri thirrje për bashkëtesë midis nacionaliteteve të ndryshme e i doli kundër politikës zyrtare të Serbisë. Në promovimin e librit, Dimiq është vlerësuar si person që gjykon të drejtën dhe në radhë të parë bën thirrje për liri. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka vlerësuar se Dimiq e kuptoi që e vërteta shpesh nuk është e lehtë për të pajtuar me të, por pa të nuk mund të ketë pajtim të vërtetë. Ai e kuptoi që ardhmja në një shoqërie nuk mund të ngrihet mbi mohimin, as mbi ndarjet etnike, por mbi përqafimin e të vërtetës dhe ndërtimin e urave mes komuniteteve. Ai refuzoi qasjen e Beogradit që serbët në Kosovë ishin të huaj, ashtu siç kundërshtoi çdo përpjekje për ta trajtuar Kosovën si të ndarë e të coptuar. Ai besoi se serbët ishin pjesë e këtij vendi, sikurse shumica shqiptare, por edhe si pakicat bosnjake, turke e komunitetet të tjera. Sipas Kurtit, ai pagoi çmimin e guximit të tij, u shpall tradhtar në Beograd, u sulmua nga strukturat nacionaliste si shtetërore, ashtu edhe ato parashtetërore atje, dhe megjithatë nuk u ndal kurrë. Shumë prej shkrimeve të Dimiqit janë botuar në të përditshmen kohë ditore. Agron Bajrami, tash ambasadori i Kosovës në Bruksel, ka kujtuar kohën kur ishte kryeredaktori i Kohës Ditore dhe botonte shkrimet e Dimiqit. Sipas tij, libri është i një rëndësie të veçantë. Arsyeja tjetër pse mendoj se ky publikim është në rëndësi është sepse shkrimet e zotit Dimiq, ai përdor ato si instrument për arritjen e spaku dy qëllimeve. I pari është të nxjerrë në pah helmin racist që vlon në lëkurën e retorikës politike të shtetit serb dhe liderëve të tij ndaj shqiptarëve dhe shtetit Kosovës. Në këtë kuptim, shkrimet e zotit Dimiq janë një antidot i këtij helmi. Qëllimi i dytë është se ai hedh dritë mbi errësirën ku qëndrojnë të heshtur ata që janë kapur peng nga politika zyrtare e Serbisë në Kosovë, e ky është komuniteti serb i Kosovës. Vetë autori Dimiq në promovimin e librit në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës ka thënë se ky botim është biografia e tij kundër luftës, rezistenca e tij, e vërteta, drejtësia, solidariteti, liria dhe mospranimi i gënjeshtrave të askujt. Ky është reagimi im për krimet e hatashme serbe të bëra në Kosovë, si dhe për eksodusin më të madh të Evropës, atë të shqiptarëve të Kosovës në shekullin 20. Është reagimi im i brendshëm në apokalipsin kosovar të likuidimit masiv të varrezave masive të fshehura e të marrëzive të tjera që kanë ndodhur gjatë luftës. Ishte ky borxhi im sepse në të kundërtën Kosova nuk do të na falte. Në emër të vetin ka kërkuar falje dhe pajtim. Libri bën bashk mendimet e Dimiqit, i cili vazhdon të jetë zë i lartë për të drejtat e njeriut e kundër regjimeve totalitare. Autori se ka në plan të ndalet.